時は今千年の呪縛は破られた吹く風に突き上げろ自由のパジュラを蘇る理由さえ正義の意味さえも今は知らないお前だけれど吠えろ前期前期いつかで会うきっと胸に刺さるような祈りを込めた瞳にそうさ前期前期その輝きこそ愛という無限の力だバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンバジュラオンQën ka shumë e madhe. Rift ju kaj, pse po rim këtu për para kësaj peme gjigante? Nuk e kam iden fare. Lule! Lulja po hapet. Gjyshe, po ndodh ashtu si që mendoj unë? Po ashtu është, po ndodh ajo që dyshoje ti. Kjo lule është fillimi i krijimit të farave të ligësisë. Gjyshe, mos vallë do të thuar se kjo është një pemë e ligësisë? Ke të drejtë. S'ma merrte mendja që do të ishte kaq e madhe. Shiko se sa shumë kanë lulëzuar deri tani. Secila prej këtyre luleve do të formojë farat e ligësisë. Magjia s'ka as pak vlerë. Do të ketë qindra fara gjithandej. Zenki është shumë i lumtur që do të hajë gjithë to fara ligësie. Është njësoj si të bësh një banket me fara ligësie. Po, ja ka zënë syrin ndonjëri Zenkin? Jo, Çaki, u bëkoj që nuk e kam parë. Zenki! Ku je futur? Mjaft të fshehe! Zenki! Dil jashtë! Ku je futur? Dil pra! Është atje sipër! Zenki! Zenki, çfarë je duke bërë atje sipër? Kaq bistreci e ore dërkuci vogël, nxito tani dhe eja poshtë. Zbrit me njerë, po të them. Zenki, kush e di pse nuk po më dëgjon? O zot! Zënjusha Çaki, merre mur me këtë punë. Kam një plan sekret dhe të sigurt kësaj radhe. O vogël Zenki, o sa djalë i mirë që je. Po erdhe këtu poshtë do të të jap një ëmbëlsirë të vogël që ka për të pëlqyer shumë. Shiko këtu. Kam disa sheqerka të periudhës hejne për ty që do të kënaqen shpirtin, si thua. Shikoj, kuja, shikoj. Po mundohesh që ta tërheqësh sikur ti je qen. Shpejto. Ky ripajashi, ku i gjetë ato sheqerka të shishme? E mos u shqetëso, Rift ju kaj, nuk do të t'jap as edhe një. A fëmi i pabindur. Mi jep vetëm të mi jep lishaj po them, lishaj që... Çaki, shkondaje Zenkin me Kribajashi. Ta bëri e meritoje këtë gjë. Zënjusha Çaki, nxito. Si është puna, Çaki? Çaki, ja të ikim. Ma në fund u kthyem nga periudha e henjve dhe shiko se çfarë gjetëm. Mund ta besosh këtë? Si mund të ndodhin gjëra të tilla ndërkohë që ne nuk ishim këtu? E po, ndoshta kjo pema e ligësisë ka të bëjë me shërbëtorët e ligë të mbretëreshës Karuma dhe planet e tyre. Karuma? Zënjusha Çaki. Çfarë duhet të bëjmë tani? Ajo pemë shumë e madhe. Një gjë është e sigurt. Nëse farat e ligësisë bien nga pema dhe shpërndahen, atëherë ka për të na dalë situata nga duart.
Fshati mbrojtës jo, por Japonia dhe gjithë bota do të jenë në rrezik. Po, nuk mund të bëjmë ndonjë gjë që ta kontrollojmë situatën? Kush e di? Ha? Duhet të gjejmë patjetër një rrugë zgjidhje për ta zhdukur pemën e Liksis. Kjo është e çuditshme, nuk ka asnjë shenjë të Karumës. Mbretëresha Karuma, ku je? Mbretëresha Karuma? U dëgjua sikur zëri mbretëreshës Karuma erdhi nga Joana andej. Karuma? Pa çfarë mund t'jetë kjo? Pa çfarë po ndodh kështu? Që ka gjallë? Çfarë lloj bishe mund t'jetë kjo? Jo, prit një sekond. Karuma është krejtësisht e pambrojtur tani. Kjo është mundësia më e mirë që kam për të zhdukur atë. Golan! Mbretëresha Karuma, unë sapo u ktheva nga periudha Edo. Më bëhet qefi që erdhe shëndoshe mirë. Shumë faleminderit mbretëresh. Më vjen shumë keq për Gulenin. Bërë të pamundurën që ta shpëtoje djaloshin Gulin atë ditë, por fuqia ime ishte pa mjaftueshme. Kemi humbur një mik të mirë. Ashtu është. Largohu që këte i panjohur. Nuk ka problem, Golan. Por mbretëresh, Ai është i miku ynë. mallkuar qofsh Karuma, ku e kishe fshirur këtë djalë? Dëgjoj, Golan. Fuqit tona po ruajnë 5 cepat e pentagramit. Ti duhet të bashkëpunosh me të për të zhdukur të gjithë ata që na dalin përpara në mënyrë që të krijojmë një vend të përsosur. Tani shko, Golan. Nxito. Çdo gjë do shkoj mirë. Fshati mbrojtës do jetë shumë mirë, apo jo? Çaki, po ti lë këtu rrobat e gjumit. Ne po shkojmë të hedhim një sy fshatit. Mendon se do t'jesh mirë këtu në tempull vetëm ti dhe Çaki, apo të rri edhe unë për siguri? Po e çfarë mund të bëj një djalë i friksuar si puna jote në ndonjë rast sulmi, ë? Ej, nuk jam i friksuar. Ju të dy do të bëheni si pulat, tamam si ai. Ne nuk jemi pula, a nuk jemi ne ushtarët më të fortë? Ju ushtar të fortë? Tani do të fillojmë lutje tradicionale të familjes Ozuno për të shmangur shpirtrat e këqinj. Po. Edhe për mua është hera e parë. Po nëse ne përpiqemi së bashku, jam e sigurt që do t'ja dalim ban. Ne të dyja mund ta shkatërrojmë. E ardhmja e fshatit mbrojtës është në duart tona. Mos e harro kur këtë. Mirë. Çfarë është duke ndodhur këtu? Nuk ka as edhe një njeri brenda. Atmosfera e keqe po rëndohet shumë. Prit ju kaj! Po filloj të ndjehem të vërtet shumë së mur këtu. Po vijnë drejt nesh. Janë njerëzit e fshatit, me sa duket që kanë mirë apo jo? Prisni! Si është puna? Mendoj se ka diçka që nuk shkon. Ej, çfarë kanë ata? Hashike aiga nona, hashike aiga nona, ega nona, hashike aiga nona, hashike aiga nona,
Zot, çfarë kanë që bëjnë kështu? Ata po vazhdojnë të afrohen. Nuk shikojnë të një gjë të mirë, po t'jesh i famshëm në këtë turp. Unë jam i zëmë për vete, ti meru me atë, u po mere me këtë. Ikash ma i madh. Shpata magjike! Rrini të qetani, këto janë qenie njerëzore që janë pushtuar nga shpirtrat e kafshëve. Ata janë nisur të shkojnë drejt qytetit nga atmosfera e keqe. Ata po vazhdojnë të vinë. Prift, të shkojmë me vrap tani deri tek liçeni për të kontrolluar gjendjen. Do ikim? Nisemi. Më prishni edhe mua. Mos më lini kaq mbrapa. Më në fund u larguan nga ata. Hey, shikojeni këtë. Çfarë i ka ndodhur liçenit? Kjo është e tmerrshme. Liçeni ka qenë shumë i pastër përpara. Ky Bayashi dua që ti të kthehesh në tempull. Po pse? Shko dhe thuaj gjyshes për këtë që pe këtu. Duhet të ketë ndonjë arsye që liçeni është ka ta ndisur kështu. Duhet të ketë ndonjë kuptim. Patjetër. E kuptova. Lulet në pemën e Leksis po çelin më shpejt siç e kishim parashikuar. Në këtë pikë nuk e di se kur mund të shpërndahen. Prandaj nxito. Po, zoti Soma. Po shkon brenda në faltore. Çfarë ka ndodhur në faltore? Po Zenki, ku ka shkuar? Hej, prit! Çaki, nuk ka për të ndodhur asgjë. Ai është në formën e një fëmie. Por Në fillim duhet të merremi me këtë. Çaki, shiko këtu. çfarë është kjo? E shikon këtë? Duken shumë të vjetra. Unë e di se çfarë është. Çfarë është kjo? Është sekreti i fshatit mbrojtës. Pse është vizatuar pentagrami? Kjo është një diagram antike dhe fjalët tona magjike duhet ta kenë nxjerr. E shikon këtë? A e di se ku është ky vendi me yll? Faltoria! Ke të drejtë. Është vendi ku ndodhet pema e ligësisë. Dëgjoj. Fshati mbrojtës përpiqet që t'i afrohet pentagramit. Kuptimi është... Kush është? Ky fshat është krijuar për një qëllim të vetëm, për të izoluar brenda pemën e madhe të ligësisë. O gjyshe, nëse duhet të ishte brenda pema e ligësisë, atëherë pse është jashtë tani? Shiko, është Karuma. Ajo ka qenë një armike e mjeshtrit Ozuno dhe e magjistarve për qindra vjet me radhë. Ajo e zbuloi disi mënyrën për të realizuar qëllimin e saj, ndërkohë që ne nuk ishim këtu. Si mund ta bënte? Gjërat që ishin brenda në këtë kuti dhe veglat u përdorën për të krijuar gardhin dhe që do ta mbyllnin pemën e ligësisë brenda në tokë. Jam e sigurt që mjeshtri Ozuno i ka lënë këtë për ne. Mjeshtri Ozuno? Aha. Gjyshe, zonjë Ky Bayashi? Si është puna? Liçeni është të mërshme, është thallë, është për komplet i zi. E kuptova. Liçeni është në pozicionin ujor të pentagramit. Me fjalë të tjera është formacioni ujori kufiri. Ky ndryshim i madh i liçenit tregon se kufiri është prishur. Duhet të bëjmë diçka patjetër. Pra atëherë duhet të përdorim mjetet që ka lënë mjeshtri Ozuno për kufirin. Dhe kështu do ta mbyllim pemën e ligësisë. Nuk kemi zgjidhje tjetër përveç se të besojmë në fuqitë e mjeshtrit Ozuno dhe të veprojmë ashtu si thot ai.
Çfarë? Çfarë? Çfarë ishte kjo? Pra kyja pas ka bërë këtë gjë liqenit. Prifti ju kaj, ndiheni mirë? Jam shumë mirë. Zoti Soma! Çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi? Ai përbindshi atje nuk na lë që ta afrohemi më shumë tek liqeni. Përbindshi, e dija. Diçka e çuditshme është duke ndodhur këtu. Ke të drejtë. Ky është një nga vendet më të rëndësishme që është krijuar për të mbyllur brenda pemën e ligësisë. Ky liqen është formacioni ujor i kufirit. Prit, janë 5 pika kryesore. Jam e sigurt se po ndodh diçka në secilën prej tyre. Ne nuk kemi kohë që të ndahemi dhe të luftojmë në çdo njërin. Farat e ligësisë janë duke u pjekur dhe ne duhet të mendojmë mirë. Atëherë çfarë duhet të bëjmë ne? Çaki, duhet të therrasësh menjëherë Zenkin. Po Zenki është... Çaki, ne kemi nevojë për fuqitë e Zenkit që të shkatërrojmë Karumën. Edhe planet e saj të liga. Kemi nevojë për fuqinë e sopatës artë. Dakord, po e thëras. Eja, Zenki! Zenki? Si është puna? Nxito tani dhe ringjall ëngjëllin mbrojtës. Zenki! Çaki! Nuk ta bëj dot. Çfarë po thua kështu? Nëse ti nuk je në gjendje ta bësh, atëherë çfarë do të bëjmë ne? Nuk mund ta bëj dot më. Unë përpiqem ta bëj, por Zenki nuk ma vë veshin. Nuk mund ta komandoj dot më Zenkin. Çaki, mos u frikëso pas artësia ime. Ki besim tek fuqitë e tua. Engjëlli mbrojtës është gati në urdhrat e tua. Çaki! Ki besim tek fuqitë e tua. Angjëlli mbrojtës është gjithmonë gati në urdhrat e tua. Në urdhrat e tua. Dhe unë tani zgjoj angjëllin mbrojtës. Do t'i çliroj fjalët magjike me shpatën sekrete. Sulmi hapur! Sulmi hapur! Forca të binatyrshme ringjallu Zenki! S'do t'i ndodh gjë. A di ta përdori si shduhet sopatën Zenki? Si thot edhe shprehja, sa më i sigurt të jetë ushtari, aq më e sigurt dhe ushqimorja. Desha të thoje fitoria. Oh, ajo sopata e artë është vërtet e fuqishme.
Zot, çfarë po ndodh? Zenki? Unë do të qëndroj këtu për të rregulluar kufirin. Ka nevojë për një lutje tepër të veçantë. Ju duhet të shkoni te pika tjetër dhe të siguroheni që ta merrni prapë. Udhëzimet janë përshkruar të gjitha këtu. Po ku mendon se mund të jetë pika tjetër? E di mjeshtri Zenki, do t'ju tregoj ai rrugën. Oh! Zenki? Duhet të dish një gjë. Ti dhe mjeshtër Zenki jeni si drita me hijen. Mos ki frikë nga asgjë. Po, ke të drejtë. Nuk duhet të friksohem nga asgjë. Mos të friksohem nga asgjë.優しい笑顔見ていたら